Të dashur miq, mirëmbrëma edhe një herë tjetër nga televizioni i NTV-s. Do të flasim sot së bashku me ju për një temë e cila pothuajse preket nga të gjitha familjet shqiptare dhe është një problem i heshtur dhe një problem tepër i përhapur. E kam fjalën për konstipacionin ose për kapsllëkun. Përse sot shqiptarët kanë konstipacion? Dhe duke qenë se janë shtuar ushqime të cilat janë me probiotikët nga farmacit, konsumimi i ushqimeve të cilat zvendçojnë fibrat ose janë si fibra, dhe përsëri shqiptarët ose shumë njerëz dhe ju madje midis rrethit tuaj social, rrethit shoqëror, familjarëve, njerëzve të afërm, njihni patjetër persona që kanë kapsllëk ose konstipacion. Do të themi shkaktarët e vërtet të konstipacionit, do të themi se konstipacioni për një afat kohor të gjatë lidhet me mungesën e enzimave tretëse, me bilen e dobët, me përqendrim të dobët, me anemi dhe me mungesë të vitaminave të rëndësishme. Kapsllëku nuk është vetëm një problem i cili lidhet nga fibrat e pakët. Pra, të marrësh shumë fibra nuk e zgjidh konstipacionin. Nuk është kjo një zgjidhje. Konsumimi i ushqimeve të cilat janë të pasura me shumë fibra, siç thuhet farat e chias. Jo, farat e chias nuk janë gjithnjë të vlefshme në trajtimin e konstipacionit. Tjetër, shkaktari tjetër, nëse ne marrim për një kohë të gjatë antibiotik, nëse ne marrim për një kohë të gjatë qetësues, fjala vjen, qetësues i cili qetëson dhimbjen e kokës, qetësues i cili qetëson dhimbjen e kockave, ose qetësues të klasave të ndryshëm. Këto ulin parametrat të acidit kloridrik dhe të acideve biliare, çka shkakton dhe ulje të peristaltikës elektrike ose të kontakteve elektrike që zora e trashka, pra shkaktohet ulje elektricitetit. Tjetër, marrja e medikamenteve që unë ua përmenda dhe pak më parë, quhen antiacidët ose pantoprazolët. Dhe këto shkaktojnë kapsllëk sepse disa ditë, 48 deri në 72 orë, bëjnë të mundur uljen ose dobësimin e pombave të hidrogjenit dhe të kaliumit në pjesën e qelizave parietale apo në membranat apikale. Pra marrja për një afat kohor të gjatë e antibiotikëve, marrja e qetësuesve, konsumimi i sheqerit, konsumimi i ushqimeve të procesuara në masivitet, ushqimet fast food, alkooli, pagjumësia, mosbërja e aktivitetit fizik, qëndrimi i ulur për rreth 8 orë janë faktorë esenciale dhe të rëndësishëm të kapsllëkut. Por do thoni ju, unë konsumoj ushqime të shëndetshme, bëj kujdes me ushqimin, por si ka mundësi që kam kapsllëk? Kapsllëku është alarm që trupi jon na jep. Si da dallojmë ne këtë alarm? Me çfarë lidhet ky alarm ose ky sinjal? Si fillim, lidhet me sekrecionet biliare, të cilat mund të jenë pak të dobta, lidhet me, ne i themi, kompleksin mioelektrik migrues, që është tek zora e holl, edhe tek pjesa e zorës së trash, ose peristaltika, peristaltik do të thotë lëvizjet motorike segmentare të pjesëve të ndryshme të kolonit, duke nisur që nga koloni ascendent, transvers, descendenti dhe deri te pjesa e sigmës. Tjetër, lidhet dhe me enzimat, të cilat nuk prodhohen në sasi të plot dhe nuk prodhohen me cilësi të plot nga mukoza e zorës së holl. Mukoza e zorës së holl, në sipërfaqen apikale të saj, ka disa enzima të cilat bëjnë të mundur coptimin e oligosakarideve dhe të disakarideve. Këto quhen sukraza, laktaza, alfa-dekstrinaza, të cilat bëjnë të mundur coptimin e laktozës, sukrozës dhe coptimin e alfa-dekstrinës, të cilat i konvertojnë dhe i kthejnë molekulat të thjeshta të sheqerit, që është pjesa e glukozës, që është pjesa dhe e fruktozës. Dhe këto më pas përthithen glukozë, fruktozë dhe galaktozë, zakonisht dhe fruktoza dhe glukoza janë molekula të thjeshta të sheqerit, ndërsa enzimat të cilat bënin të mundur coptimin e disakarideve ose që quhen disakaridazat, laktaza, sukraza, alfa-dekstrinaza janë në murin e zorës së holl. Këto dëmtohen. Pra kapsllëku lidhet dhe me problematikat e zorës së holl dhe të bilës, të sekrecioneve biliare që përpunohen nga qelizat e mëlçisë. Tjetër, do të flasim pak edhe për ushqimet. Do të themi 7 ushqime të cilat janë shumë të rëndësishme. Midis këtyre 7 ushqimeve, do të përmendim dhe rolet e tyre se çfarë funksionesh kanë ato në zorën e trash. Dhe një herë tjetër, kapsllëku nuk është mungesë fibrash. Kapsllëku nuk do të thotë që ne duhet të marrim shumë fibra. Nuk e zgjidhin problemin të fibrat. Nëse ne kemi një bil të dobët,
Atëherë, çfarë do bëjnë fibrat? Si mund të zbuten? Fibrat zbuten dhe nga acidet biliare ose nga sekrecionet biliare. Sekrecionet biliare janë disa lëndë të cilat përpunohen nga hepatocitet dhe sekrecionet biliare përbëhen nga acidet biliare dhe nga bilirubina, të cilat derdhen në pjesën e duodenit nëpërmjet lëshimit të sfinkterit të odit ose ndryshe sistemi nervor parasimpatik ose ndryshe degve nervore parasimpatike vagovagale ose reflekseve të nervit vagus. Pra, nëse ne marrim fibra, nuk e zgjidhim konstipacionin, sepse këto fibra të cilat janë dhe ne i marrim me ushqim, duhet që të zbuten. Atëherë, si zbuten këto? Nga enzimat, zbuten nga disa flavonoid, nga disa polifenol, lakton dhe metiljuglone, që këto merren nga perimet e gjelbra, nga vaj ullirit, që do t'i them tani. Si fillim mirë, ushqimi numër 1 që është shumë i rëndësishëm për ndihmën e konstipacionit është kivi. Kivi përmban një molekull e cila është edhe lakton aromatizues. Quhet aktinidina. Këtu jemi me aktinidinën. Konsumimi i kivi nuk shkakton diare tek të gjithë njerëzit. Dhe kivi nuk bën të mundur atë problemin e diares. E bën të mundur këtë nëse përdoret për një kohë gjatë, 3-4 kokra në ditë. Konsumimi mesatar ose doza mesatare që ne të përmirësojmë zorën e trash është nga 1 deri në 2 në ditë, por 2 në ditë është e mjaftueshme dhe konsumimi plot. Kivi nuk rrit as glicemin e gjak, kivi nuk shkakton as problematika me mëlçin dhe konsumimi i kivit madje është tepër i rëndësishëm dhe për gjendjen tiroide. Çfarë ka kivi? Kivi ka një lëndë e cila quhet hidroksimetilfuranon lakton. Hidroksimetilfuranon laktoni dhe aktinidinat. Dhe një lëndë tjetër e cila quhet metilbutanol. Hidroksimetil furanon laktoni është si një zbutës, si një antioksidant i cili stimulon receptorët e kolecistokininës. Ndërsa aktinidina është përsëri një lakton aromatizues ose komponent bioaktiv i cili zbut feqet dhe bën të mundur zbutjen e fibrave. Dhe këtë e ka kivi ose fruti i kivit. Pra aktinidina, metilbutanolët dhe hidroksimetilfuranon laktonët. Hidroksimetilfuranon laktonët, aktinidinat dhe metilbutanolët janë komponent bioaktiv, aromatizues laktonësh, të cilat zbusin fibrat dhe stimulojnë receptorët e kolecistokininës. Dhe konsumimi i kivit 1 deri në 2 në ditë nuk përbën asnjë problem. Dhe nuk duhet ta shtrydhim, por duhet ta konsumojmë ashtu siç është. Pra kivi është produkt shumë i rëndësishëm për zbutjen e fibrave dhe për zbutjen e feqeve. Madje ai vendos në punë dhe muskujt ose muskulaturën e lëmuar të kolonit. Vendos në punë disa receptor apikal dhe disa receptor lateral të cilët qëndrojnë tek pjesa e kripteve ose tek mukoza e zorës së trash. Vendos në punë enzimat. Vendos në punë disa enterokinaza. Enterokinazat janë disa enzimat të cilat sekretojnë ose prodhojnë nga muri duodenit që konvertojnë në formë aktive enzimat e pankreasit të cilat janë në formën e enzimogenit jo aktiv. Dhe enterokinazat duodenale, çfarë bëjnë, i aktivizojnë. Dhe kivi, aktinidinat, një lëndë tjetër, aktinidoilet, çfarë bëjnë, zbusin feqet dhe bëjnë feqen që të dali më mirë në zorën e trash, madje dhe stimulojnë ose forcojnë bilen. Do të përmendim një ushqim tjetër që është shumë i rëndësishëm, pastaj do kalojmë edhe pak këtu. Pra kivi nuk shkakton diare, dhe konsumimi i kivit 1 deri në 2 në ditë është shumë i vlefshëm. Vim tek farat e linit. Farat e linit ndryshojnë nga farat e qias. Farat e qias thithin më shumë ujë dhe këtu është edhe ndryshueshmëria ose diferenca midis këtyre dy produkteve. Unë personalisht, edhe nga përvojat e mia personale, ndërkohë që e kam përdorur, nuk do t'ua këshilloja konsumimin e farave të qias në trajtimin dhe në ndihmën e konstipacionit. Unë zakonisht do t'u këshilloja përdorimin e farave të linit. Farat e linit janë patjetër që më të mira, më të shëndetshme dhe përmbajnë sekoizolarisixirzinol, pinorezinolët, përmbajnë disa lëndë të cilat zbusin përsëri feqen. Dhe farat e linit nga ana tjetër përmbajnë këto lëndë të cilat quajnë pinorezinol, sekoizolarisixirzinolët, pinorezinolët. Këto e zbusin feqen, këto e bëjnë feqen që të jetë më e lehtë. Konsumimi i tyre
bëhet i bluar me pak kos ose me pak boronic. Por mund të bëhet edhe duke i lënë tetor në një gotë me ujë, rreth 250 ml ujë. Pra nëse ne i lëm ato me rreth 250 ml ujë, rreth tetor ose rreth 9 orë, atëherë ato lëshojnë dhe disa lëndë të cilat quhen mucilazh hidratant. Dhe mucilazhi hidratant shplodhin muskujt e zorës, muskulaturën e lëmuar, forcojnë kanalet e klorit, ulin përthithjen e natriumit.